Zoti Faruk, përse nuk po ju shijon ky udhtim? Nuk I njihni njerëzit e këtyre krahinave, zoti Faruqi. Janë degë. Tashmë. Ndoshta. Po si u ram ndërmend ky zakon I panjohur për ta që të bëjnë grevë? Nuk e di. Por ato kanë lënë punën ama. Po. Mos u shqetëson. E dini, nganjëherë dhe lumejt bëjnë grevë. Përshojnë në përfusha, po pastaj thehen përsëri në shtratin e tyre. Po lumejt drejtohen nga natyra, zoti Faruqi. Kurse unë kam bindjen se ata do ta lënë grevën për 5 ditë. Nuk e besoni? Unë e kam dalë mba në grevat organizuara në Itali. E jo më këtu ku nuk ka klasë punëtor. Nuk ka sindikat. Nuk ka as parti politike. Zoti Faruk, është e mira të na loni të ndigjoni hallet e kërkesat tona. ne kemi ardhur të bisedojmë këto probleme. Ju çfarë të keni paraqituni në drejtori? Jo këtu. Më parë të dëgjoni ju, zoti Faruk. Po flem në nëhan, more zotni. E I kemi numëruar të gjitha yjet që ka qielli. Vazhdojmë të jetojmë mjerim. Duam me na ndryshu kushtet e punës së tjetesës. Me na jek gjobat, të na njifet dita e pushimit, të na paksohen orët e punës dhe të na rritet paga. Simon, të morëm punë se kisha hall. Me gjithë se e dinim se kush ishe. Më morë se kishit nevojë për mua ashtu si për gjithë të tjerët. Zoti Faruk, kemi edhe një ankesë. Na është kërkuar të bëjmë një shpërthim në galerinë numër 5 ku ka rrezik shëmbje. Këtë e din më mirë inxhinier Taroni. Megjithatë kërkesën tuaj do ta shqirtoj. Padre, po vinë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, padre. Deri me vati shejt. Selia e shejt ju dërgon këtë mesazh. Dhe nderimet e veçanta për ju. Na birin jemi shqetësuar për këtë turbullim që nisi pa shkak. Inxhinier Taroni është disi I rrëmbyer. Dhe nuk I njeh mirë njerëzit e këtyre anëve. Mos dashkëni që t'i marrim me të mirë. Nuk kemi përse të merremi vesh me këtë arje pa cak. Inxhinier Taroni, ne nuk duhet lejojmë që në Shqipëri të ketë të varfër. Ta duhet nxjerrin vetë mineralin që të jetojnë më mirë. Ky është dhe qëllimi I kishës së shejtë, apo jo, padre? Kjo është edhe detyra e Zotit, biri? Edhe qeveria është e interesuar të filloj punën sa më shpejt. Çfarë na këshilloni, padre?
Në këtë vend nga tresat janë zgjidhur me kuvend. Ka menut rasburat Manzan e Mamenert Krahinc për ta zgjidhur këtë turbullin. E mandej çfarë të vendos kuvendi? Porca miseria! Fuori, vattene via di qua! E non farti vedere più brutta carogna che non sei altro! Fannullone! Bastardo, una razza di cani! I kanë gjithë morrat kalit, zoti Taron. Kafsha gjërë nuk mund të nga parazitët. Vincenzo, ti më shumë do të zotin e kalit, apo kalin? Çfarë po në këtu? Quella albanese, Gjergjatoshi, lën shpesh herë në unë e kalit. Ç'është ky Gjergjatoshi? Një i çmendur. I ka ragurin kokë nga galeria e ka babu dalla. Shko merru me punët e tua. Zak Gjoni. Haj. Ja, këtu vene kështë. Ashtë. Ti merë vetëm 1 lek. Vetëm 1 lek? 1 lek të mbaren për thas të ombur, kurse 2 lek sepse ke dalë me vonesën punë. Po në punën e bana dhe pse u vonova pak? Vat Paldeda. Tu, ma jep edhe 1 lek. Me urdhët e zotit Aron, unë bahen të gjithë nga 1 lek për thasët që umbën. Ani gjuhët njeriu në qeverisë. Na kanë mbajtur gjithë nga 1 lek për të thasë që kanë humbur. Çfarë thasësh, more? Na mytën me gjoba. Duam lekun se është mundi dhe djersa jon. Apo jo, Orti? Është djersa jon. Është djersa jon. Kemi punuar. Nuk është mirë zoti Faruk që t'ja caroj marrëdhëniet për dathas qimendo. Taroni se kupton që na duhet minerali dhe forcimi miqësisë me Shqipërinë. A ke pas Simonin, bie ime? Qysh ditën që urfeva, kam pa veç 2 herë. Vetë Zotit ka zjellë ty për paqtu turbullinat që pa mendje nisin djemë të minjerës. Ta takosh Simonin, se shpirti yt i kthjellët më mirë se asnjë tjetër. Duhet ta kthej nga rruga që ka nisë. Veç një porosi, bie ime. Mos u prekni me Simonin, se zonja pa përlymi do të pastra shërptorët e saj. Mirget!
Po ti pse s'po ndalesh? Unë për ty kam dalë sot. Edhe unë për ty kam dalë. Më ka marrë malli. E malli shpretun prej rrugë? Po si, pra fol. Po unë kam bëllë njerëz të shtëpia. Ti e ke marrë vesh se ne kemi lanë punën e. Kjo ma ka sjell disi mbrapsh punën tonë. Ti mrapsht e solle vetë. Simon, ma mirë i qëtor nga kjo rrugë. Mos i rëfyte Dom Lazari? Dom Lazar mi ke shtëpi se nuk mëson për keq. Simon, ma mirë i qëtor nga kjo rrugë se kush e di ku të qetë. Mirget, ti nuk mundesh me marrë vesh. Mos vlla! Lek! Lek, që bani kështu lek? Mos, lëshoje, largoju! Lek, aj s'ka faj lek! Mos! Për toke për qilo vlaj, s'ka kur farfaj. Unë i fola për turbullinat minjerë, se kështu më porositi Dom Lazari. Nuk mdohen mu turbullinat minjerë. Po një gjo këtu, nuk ka vend për mi tokë, a i do në me turbullu shpinë teme. A mërë vesh! Do të ketë kohë pa hangë. E pas kemi haru. Si nuk u kujtu njëri. Tek brezi majnë gurin e uris. Jemi në grevë. Leka ka marrë vesh gjithë shka. Nga kush? Ajo është rëfyte Dom Lazari. Aha. Ashtë e ullës me shku në shpi, e me bizedu me tjatin. Ta mbarojmë të punë që kemi nisë. Po ti do të shkosh ta bindesh që me çdo kusht të lej punën. Ndryshe po punon disa, greva jon thyet. Ndigjoni, për këtë që po bëni ju, janë të interesuar të gjithë të nimojnë. Shoqëria Simsa ka dërguar zotin Farrucio nga Roma për ta zgjidhur sa më mirë këtë punë. Leku i ndaluar për thaset e vjedhur do të kthehet. Ai u mbajt pa të drejtë. Ju nuk keni të bëni me vjedhjen. Është e mira të filloni punën derisa të zgjidhen kërkesat tuaja. Ato ja kam dërguar firmës. Dhe sa të vi përgjigja të njoftoj. Nuk presim përgjigje. Kërkesat tona do na ploson me njerë. Zoti Faruk do ta çojë fjalën tuaj qysh sot në Tiranë.
Të fillojmë punën se na kanë me fëmijët pa buk. Kur të na vijë përgjigje, do ta pliknojmë prap. Vllazën. E di si jeni në hall dhe keni vështirësi. Po me arrit atë çka duhem ne, nuk duhet me fillu punën. Or Simon, po kush thot mos se kanë me ne plotësu gjithë ato çka duhem ne? Do të na i plotsojnë se s'ban. Asha zoten vjen nga firma që s'pranohet asgjë, e na ç'a të bajmë atëherë? Të ndëgju mo Simon, si e djali urt e je nga i dere në rume. Po, ku do në me na qu? Jo unë vetëm. Po ne të gjithë bashkë duhet mlidhemi në kuvend e ta pleqërim ma mirë këtë punë. U botë si është ma mirë. Hajde, kush do me marrë lekun dhe vi me mu. Puna e mbar. Marë paq. Mirë se vjen. Lek. Nuk do të vish me e thanë fjallën tënde në kuvend? A e di që ke? Mos u mundon ma. Po ne jemi vllazën e si jemi ndakur. A do në me i dalë haspit në prit? Ke gati. Kur su unë këtu du të punoj se më paguin. Paguajnë sa me majtë frymën. Ti flet me menin ati tjetrit. Ne të gjithë jemi në një mendje me Simon. Është djalë që i falen dy gjaqe. Nuk e njefti sa duhet o pal. A e diti sa i ka dash me prek bashkë të ku nuk preket në eri shqiptarit? Çfarëdo që ka pas e ka Simoni, dije se e ka me qëllim të ndershëm. Tash ma mushë menin. A kjo është fjala jote e fundit? Po. E tash po dona me shbraz minat. Lek! O, lek! Zot di Faruk. Çfarë ka ndodhur? Në galerinë numër 5 ka përmbytje. Lajmëro Taronin të vi me njërë tek vendi ngjarjes. Sigurisht. Galeria është shembur dhe ka blokuar rrjedhën e ujit. Kjo është më e rrezikshme. Taroni, më thuaj çfarë mund të jetë bërë?
Këte e djej që është në qiell. Sa vet janë? 6 vetë. Të kenë mbetur gjallë? Inxhinier Taroni, ne duhet të përpiqemi të zhbllokojmë galerinë. Nuk kuptoni nga minjera, zoti Farruqja. Nuk ka asnjë mundësi? As në Itali me mjetët që disponon teknika, s'do të bënim gjë. Pa le këtu. Inxhinier, duhet bëjmë diçka që të lirojmë ujë nga galeria. Është e kot. Pas 16 orësh galeria do të përmbytet nga ujërat. Pa le shëmbë tjera që mund të jenë. Gjalla vdek, shokët i duam jashtë. Ata janë blokuar në xhepin e sipërm. Të fillojmë punimet pa vonesë nga galeria nëmër 1. E çfarë mund bëhet? Vendi i punimeve është më i ulë në galeri nëmër 1. Këtë e din inxhinier Taroni. Tarësia punimeve është 10 metër, por mund të rrezikohet tjetër. Të fillojmë një herë. Mire, gotë, filloj! Hajde, shkoj. A shem mali dhe është bloku galeria. Ke që kemi. Dod, si po je? Mirë, jam mirë. Pjetër, mos u lik kështu. Diçka do të bëjmë. Do të kujtojnë se jemi myt. Po ngrihet niveli i ujit. Na u zu fryma. Po dëgjoj zhurmë. Të bajnë veshët. O Dod, a thuja ngjall shokët e tjerë? Ha? Nuk po digja. Këtu doli ujë. Kujdes se mu shpërthej. Largoni. Shpejt, shpejt. Dod, Pjetër, po bjen niveli i ujit. Shpëtuan! U lirua galeria nga uji. Që nga gjallë. Vrapojmë tek shokët e tjerë. Kujtja kam borxh jetën. Simon! Ata kanë vdekur.
Dua të lidh pension familjeve të atyre që u mbytën. Po do të ndihmoj dhe familjen e Lekës, i cili vazhdoi punën me disiplinë dhe dhe shumë jetën. S'më keni folur për njerëzit e krajinës. Ç'njeri është baba i Lekës? Zemin dalkët e kanë djerë gjithkund dhe e kanë rrahur me vaj e me ufo. Ishte një kohë kaçak. E tash nuk i përket askuj plotësisht. Po mund t'i bëj shërbim gjithkujt deri në një farmase. Prandaj këta njerëz sende përbetohen për tokë dhe për qiell. Rudiment nga paganet. Po Simoni, që i mallkuar i ka hyrë në shpirt, e ka mbledh thrimet e bolshevizmit. Thonë se kur ka qenë Gjirokastër për me pat jatin e burg që ishte ngrit kundër mbretit, është taku me komunist. Punëtor, me qenë se ju jeni shtylla e industrisë dhe e shtetit, dham urdhër të ushqeni falas ju dhe familjet tuaja të afërta. Edhe sikur ju të mos filloni punën, ushqimi është gratis. Unë kaq mund të bëja pa lejen e firmës. Ditën e mirë. More, ky sikur nuk i ka keq. Dhe askush nuk po na kërkon gjë. Ai që do më të marrë shpirtin, ma part mush barkun me bukë dhe mandej... Mos, more, se të vret buka. Po dardhës, ja ke heq bishtin mrapa o lik? Hiq mizat për i krej dhe ja mush barkun. A u lo të gra? Besa bëll. Na u lo trupje nuk put shpirti. A din gjati majnusja polit? Për shka? Pa i thonë se italianët atjet e minjera janë të nda buke ushqime pa pare për familjet e punëtorve. Besa, kështu kam një gju edhe unë. Ju po bani pralla, ata s'pjapin lek që kanë fitu me djerë se jo ma. Pa i pasha bukën sa shtrajnë, mëri. Po nusja Nikollë Smram ka pru buk grunit për fmit ke shpia. Nën do buk grunit. Nën do buk grunit. Nën do buk grunit. Fate pianot, që ne për tutti cari. Avash të gjot një, se ka për gjithë. Dai, su, vieni, avvicinati guaglione, prendi un po' di pane. Dai. Vieni. Dai, signora, vieni qua. Çka jeni duke bërë, bre burra? S'është mirë. Çfarë ka që po? Bërë si kemi kuj. Kjo buk të shtije në bolë shpirtin. Shpirtin. A i ka ardhë me dalë për derisa kemi barkun bësh. Shpirtin ma mirë falja dreqit, për derisa nuk po i nderon shokët që po kalben dhe. Pal! Ti ma mirë bën me kësjur njerëzit e tu me sanën e përdur, se sa shpirtin e barkun tim. Kush të tha më ardhe me lyp lëmosh këtu? Për fmit, thanë se kushdo nga familjet e punëtorve munen më ardhe me marrë ushqim falas. Erdha. Me rridim të këpuq qapën. Kur kanë hangër në herë fmit e tu bugruni? Djali babs, kjo është buka të hujt, ashtë një loj si me pas vjell.
A je burë franshezi? Burrat po I shohin Mikal. Çka ke për blum në vetë? Kur e marrun këtë uro bajraktar, na the se tash e mrapa kemi me kalu lumin pa na ula kam, sa herë do të kishim nevojë me ble dritë në fush. Po të ja pranë mundesh me dalë sa herë dush mite. E leni ujin të kaloj në nure, mas të trublon. E në cilin mulli dën me e qu këtë uj? Fran, ti ke venin tanë fis. E me ardhë në thanë fjallën tanë në pleqësi, e jo me marrë men të palit. Ecë! Jemi mbledh për me gjetë rrugë kësaj pune që nisi ashtu, pa kryet jenë minjerë. Zotëri, e mira e njerëzve, e krahinës, dhe e gjithë Shqipërisë, është të nxirret mineral. Për të pasuruar dhe zhvilluar kombin tuaj. Vllazën, për nxirjen e këtij minerali ne po rroptohemi në punë. Po na kapin smundjet e sfundi çka po fitojmë? Vetëm disa leke her pas here sa ka ti me vdekje. Fajin për grevën e kanë ata që bëjnë punë jo të ndershme. Dhe dëmtojnë pasurinë. Këtë mineral e merr Italia për të forcuar industrinë e luftës. Dhe kur ne u themi me nakqyr si njerëz, na thonë se po ju prishim rregullin. Zotëri, si pari e vendit, duhet të bëni gjithçka që miqësia me qeverinë italiane të ruhet dhe të forcohet. Duhet me çdo mënyrë të na plotëson kushtet e punës, të na përmirësohet mënyra jetesës. Rifillimi I punës në paqe dhe mirëkuptim, këto I duhen këtij këshillit minierës. Firma ka vendosur që njerëzve të ndershëm dhe të devotshëm t'u shpërblej mundimet e përpjekjet. Duhet I japim besën të mos dalim në punë derisa të na plotësohen kërkesat tona. Të beslidhemi mbi këtë gur të urisë që ne I vjen ndihmë shpirtit për të na mbajtur gjallë. Për besë të lidhur me gur betohemi. Për besë lidhur me gur betohem. Për besë lidhun me gur betohem. Për besë lidhun me gur betohem. Për besë të lidhun me gur betohem. Besa e dhënë të marrë një jetë pa bukë. Tani më duket se lojën e keni të fituar. Këta po organizohen me ideologjinë e të kuqve. E me traditën e tyre. Dhe ju që jeni mësuar të shruani greva, nuk do ta keni të lehtë të bëni ballë. E njoh ke mirë teorinë e Shaut. Ky eveniment shekullor shqiptar nxorri kryen në këtë aspekt. Do
Do t'jetë vështirë t'ja dilni më ato teoritë dhe leksionet tuaja, zoti Farruqio. Unë do t'a shuaj këtë grevë. Nëse shpejti do të vim këtu. Kjo krahin do bëhet si Kalabria dhe zoti saj do t'jesh ti. Dhe mos mendo se I kam lëvizur të gjithë gurët, vetëm 2. Ju kam thirrur dhe e quaj këtë takim miqësor dhe të afërt. Unë jam vetëm minator, zot Farruqio. Në jetën kam zgjedhur bashkëpunëtor njerëz si ju, pa marrë parasysh ndryshimet midis nesh. Më falni që su pyeta më parë për shëndetin, për familjen. Uluni, unë lutem. Përse më keni thirrur? E luani këtë lojë? Jo. Unë I çmoj njerëzit guzimtar dhe të vendosur. Prandaj ne të dy të kontribuojmë në zgjidhjen e turbullirave që u shkaktuan ca për fajin ton, dhe ca nga nxitimi I punëtorëve. Kërkoj që të bëheni me mua. Së pari ishte interesin tuaj. Së dyti shpëtoni vëzhgimin e qeverisë. Ju po kërkoni që të shuhet greva dhe të trahtoj shokët. Kur njerëzit nuk merren vesh, do t'ju duhet të ndeshen. Ne po ndeshemi. Por ti do të dalësh më I humbur. Që unë mund të dal më I humbur, e di. Por edhe që do të fitojmë, edhe këtë e di. Po më kërcënon? Jo unë, por ju. Uria është e tmerrshme. Ajo shkatron njeriu, familjen, popullin. Por bashkë me të shkatron dhe atë që e solli. Kështu pra, Zef. Më mirë që ti thash unë ato fjalë për Mirgetën. Se kur më lidhe stuhia, pastaj s'kemi çka me I ba Breshnit. I hajde këtu. Këtë javë banu gati. Do nisesh për Kuvend në Shkodër.
Të një tjeta. Të një tjeta. Ky është urimi më i bukur që keni ju shqiptarët. Urdhëroni. Uluni. Faleminderit. Zef, ti je i njohur për zgjuarsinë dhe aftësitë tua në krahinë. Shkurt më trego. Kush i vëdhi thasët e qemendes? E pas këtë limut ftyrën, zotni. Edhe dorën e kam lëmuar. Pa u hap nga shupleka ime rëshqet shumë. E qka dënë zotni ajote? Dua të di. Cili prej punëtorëve i mori thasët e qimentos? Nuk e ke këto zotni. Italia pagu ka me letëra. Ashtë largë. Më tako me të. Në besë. Nuk do t'i ndodh asgjë. Zef. Nderi me nder. Po të më përgjigjet do të qaj fjallë. O zoja shënëmri, më qëna në rëngjëllin, e më thuj që ka të baj. Atë shkojnë kuvën, atë du Simoni. Edhe ti leku bashkove me greven. Qa tha baba? Pa të gjove se më tha më pa mërkesh. Dhe di si ka mos gjithë kjo punë. Kur ishe e vogël, ishe e smut, e vdeku në marume. Të qunë kishe, shqyqër zotit shqiptare. Baba nga gëzimi të fali për në kuven. A më zemra e me ka me gjithë qëtësin, e ka me kene lumnume. Kur tjetë krejtësish në shërbim të kishë sonë të shajtë. Mirget, mos tu i fjallë që nuk janë tujet. Fjallë të mija janë zemra jeme. Po e që ti kush po dojnë me ditë për te. A keme mujtë marrë me më pa në herë? Apo nështë të së shine kur ma? Shka po thumaj? Se që është është zemrën për më këput madhja. I lumnushmi nuk të ka hutu si disa shok të tu të cilët rinë pa punë nuk vinë të falen. Zoti i pasnin kujdes gjithmonë. Ata s'kan buk me hangër, padre. Mos i letë pa udhët e të prishin punë, birin.
Padër Lazar, ka marrë me të thanë mos me nis Mirgetën për në kuven. Zefi nuk më ka folë për këte punë. U bafë si do zoti. Tu e ke. Merë. Ashtë I vetmi kujtim që po t'la. Ç'është kjo që thua? Po dojnë më misë për kuvend. Me u bata njëtën shëptore e Zotit. Mirget. S'ka me të pa ma kur. Kjo s'ka me ndodh asnjëherë. Nesër do dërgoj Pali me të kërkut e baba. U baftë si ashtë më mirë. S'ka me të pa ma kur. Kjo nuk ka me ndodh asnjëherë. Nesër do të dërgoj Pali me të kërkut e baba.
Padre, a vritet një njeri si Simoni. Si? Ti. Para se me e ba një veprim, duhet me matë zemrën me fjalët e Zotit. Simonova, dhe imja ma shpërtheu cene. Kujtimi e pa ma gryen qaksin. Ka me ta majtë bese. Për toke për qia. Bab, kush e vrau Simonin? Fol, kush e vrau Simonin? Unë nuk mund ta maj marrën mi shpinë. E kush tha Brenet se marrja bjemine? Gjeje vrasin, bab. Mu e po mdun me mjetë këtë vrasjet pa besë. Po unë nuk mund ta maj poshtërsi në zemër. S'po ndal ma në kuvend punëtorve. Praj! Shkon me njëra u thoi borrave. Jo, mos o thoi asgja. Gjalla dek do vi unë atje. Orgalec.
Ule atë pushk. Heu Brezef. Më treme. I kam 2 fjalë me ty. Me mu? Hajde më rejnë mërë vla. Po të më kishe vla, dhe më kishe pyt. E për çka? Për vrasjen e Simonit. Çka të duhet ty vrasja e Simonit? Drec. Kemi ardhë me e thanë atje ku duhet se ti e ke vras Simonin. Qysh do me marë, Brezef? Pasha këtë natë o gjallët vdeku në rëbrec. Zef! Peshoj mirë fjalët. Unë nuk e doroj këtë paborni e pabesi që dun me janë gjithë shpisime. Kush do me marë vdekun? Tanë plumët vrasë njësoj rëbrec. A u morën vesht? Po më shtje në zorë të madhër, Zef. Simonën me e thanë me gojën time. Ashtu si që ke marë paret. Unë kujtova sa italiani kërkon thaste qimentos prej teje. Po sigur të thua shti? Jo. Vetëm ti askush tjetër. Jenë bestime. Nesër pas bar drita të preste vavi vogël. Djeli u ngrit një pashar birë, e ti nuk e ke hap gojen. Shka ka me thanë, Orti? A i po mendohet qish me i fsheh kanë të zjarpnit. Lek, thuje hapta sa se ma mirë mas kishar. Pal. Edhe ti nuk pëmbeson. Burra! Po vjen plaku Zef me i tjetër. Ma pas ke munu pak meci në rëbora. Po, ani, s'ka gja. A Gjazef, a mos erdhe me thanë gjanë vend ti? E pas keni mengut. Kush e vrau Simonin? Do shta mund t'ju them diçka. Leka nuk e ka vra Simonin. Po kush atëherë? Pa i kërkosh. Veç ata që nuk e deshen këtë tërbullos. Diçka po u thot plaku Zef.
Shpejt rrethot drejtorinë me gjandar. Si ordon. Lazën, ky biri dreqit ka hangër pare. Ky e ka vra Simonin. Po, ky është vrasi. Ali burra! Mos harroni se është në besën time. Ndaluni burra, ndaluni. Mos u ngutni. Ai është vrasi. Zoti Faruq, e vranë të rëmë. Besnikëri dhe zhvilloi mësime